Tashi ne jemi dëshmitar që në një farë mënyre transporti e autobusave nuk e përballon fluksin e udhëtarëve. Edhe transporti interurban është shumë i vjetër dhe jo komod. Kjo për shkakun e dy arsyeve kryesore. Kryesorja është që nuk ka alternativa të tjera të transportit urban. Pra nuk janë zhvilluar sidomos në qytetet të mëdha si Tirana apo në qytetet të tjera që janë relativisht me popullsi të dëndur, metoda të tjera të transportit urban që janë metrot, tramet e tjera, të cilat do të krijonin një komfort më të madh në shërbimin e transportit urban dhe do ta linin transportin urban vetëm për zona më periferike apo për transportet më të shkurtra. Rritja e çmimit nga 400 në 700, sigurisht që një pjesë e madhe e njerëzve që mund të bëjnë 2-3 linja autobusi me autobus do detyrohen ta bëjnë në këmbë në kushte më të vështira të motit apo të moshës që të kanë, sepse nuk do ta ketë të përballueshme një transport të tillë. Të paktën të bëhen bileta të shënjestrueshme, domethënë të përcaktohet koha në të cilën ty hyn në bilet, ose të bëhet me stripje automatike, pra që në momentin që ty hyn në autobus të shënohet koha në cilën je futur dhe që me këtë bilet ke drejt të udhtosh 1 orë apo mund të kesh edhe bileta ditore, që ti gjithë ditën mund të udhtosh me të njëjtën bilet, siç bëhet në të gjitha rastet.